Gjysmëfinalistja Big Brother Albania V5 Brikena Selmani ka bërë një reagim të gjatë në Instagram pas përfundimit të eksperiencës ku ka folur për kohën brenda dhe jashtë formati duke ngritur akuza për padrejtësi dhe sulme ndaj imazhit të saj. Brikena ka rrëfyer se koha e post reality show nuk ka qenë e lehtë pasi është dashur të përballet me shumë padrejtësi që kishin ndodhur jashtë. Ajo akuzoi drejt për drejt persona të rrethit të saj të ngushtë duke u shprehur zhgënjur se disa nga ata që tentuan të njollosin imazhin ishin njerëz të cilëve ajo i kishte dhënë besim dhe mbështetje maksimale. Në qendër të reagimit ishin edhe foto të ndërhyrjeve të saj estetike të cilat qarkulluan masivisht në rrjet gjatë kohës që ajo ende ishte në shtëpinë e Big Brother. Brikena pranoi se presioni ka qenë i madh dhe se për hir të shëndetit të saj mendor ka zgjedhur të mos i shohë të gjitha ato që janë publikuar duke u distancuar nga energjia negative. Ajo shkruan se shumë kanë këshilluar të ndjek rrugën ligjore dhe t'i çojë disa njerëz në gjyq, por unë zgjedh të besoj diçka tjetër. Besoj fort që Zoti ekziston dhe Zoti nuk është vetëm një mase që të gërvish me një herë, por në kohën e dur i jep secilit ata që meriton. Dua të them gjithashtu të gjithëve ju që më keni mbështetur, faleminderit nga zemra. Unë do të vazhdoj të jem me vërtet me veten time dhe me ju pa ndikuar nga gënjeshtat apo mashtrimet. Prandaj ju lutem mos vazhdoni më. Le të zgjedhim respektin dhe të vërtetën mbi gjithçka. Kaq, shkruhet në reagimin që ka bërë Brikena.